Elton, të përshëndes, një mbledhje e kryetarëve të gjykatave të larta të Europës mbajtur në qytetin e Vlorës ka nisur ditën e sotme, por do të vijoj edhe ditën e nesërme. Ndërkohë i pranishëm ka qenë edhe presidenti Bajram Begaj, i cili ka patur edhe fjalën hapëse, le të themi. Cilat kanë qenë mesazhet e tij dhe në total, çfarë do të thotë kjo, pra kjo konferencë? E para që mund të themi është një konferencë e përmasave të tilla vjen në Shqipëri për herë të parë mbas 13 vitesh. Bëhet fjalë për kryetarët të gjykatave të larta të Europës qendrore dhe lindore, të cilët mblidhen në Shqipëri për të diskutuar së bashku çështje të gjyqësorit, për të shkëmbyer eksperjenca apo edhe çështje të tjera shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë pikërisht me gjykatat e larta. I pranishëm sot në hapjen e kësaj konference ka qenë i pranishëm edhe presidenti i Republikës zoti Bajram Begaj, ndërkohë që nuk ka munguar edhe ministri zoti Ulsi Manja, por edhe kryetari i gjykatës së lartë të Shqipërisë zoti Sokol Sadushi. Ka qenë pikërisht ky i fundit i cili ka bërë edhe hapjen e konferencës, ndërsa më pas në fjalën e tij presidenti i Republikës zoti Bajram Begaj ka theksuar se rëndësia e gjyqësorit është për t'i dhënë akses të plotë dhe barabartë të gjithë qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Sipas Begajt, në fjalën e tij, ajo që po synohet në Shqipëri të paktën është mbi të gjitha zvoglimi i numrit të dosjeve të mbartura, ndërsa ka theksuar rëndësinë që po ndërmerr Shqipëria. Padyshim që lidhen edhe me kriteret që duhet përmbusë Shqipëria në anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe një ndër shtyllat më kryesore është padyshim edhe reforma në drejtësi, ku duket se Shqipëria ka ecur me hapa të shpejtë. Elton. Pikërisht një fakt i tillë është përmendur edhe nga presidenti i Republikës zoti Begaj në fjalën e tij për reformën në drejtësi, e cila po ecën me hapa të shpejtë. Ishte procesi i vettingut për gjithë gjyqtarët dhe prokurorët, janë mbi 800 të tillë të cilët kanë kaluar procesit të vettingut dhe sot mund të themi që ajo se çfarë po kërkohet sistemin e drejtësisë është të luftohet mbi të gjitha korrupsioni, një hap shumë i rëndësishëm në cilën Shqipëria është duke bërë hapa të mëdhenj përpara. Normalisht duke uruar edhe punimet e konferencës për të vijuar me çështjet e tyre dhe natyrisht edhe shkëmbimin e eksperiencës që do të përcjellin kryetarët e gjykatave të larta, të cilët janë të pranishëm sot në qytetin e Vlorës. Padyshim që një konferencë e tillë është shumë e rëndësishme, është me përmasa që mund të themi të jashtëzakonshme, duke patur parasysh edhe faktin që nuk kanë munguar edhe gjyqtar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët janë të pranishëm sot në konferencë. Normalisht mund të themi Fabiola që është zgjedhur pikërisht Vlora edhe për të faktin që është përmendur qoftë nga ministri Manja, por qoftë nga presidenti Begaj, edhe për vetë faktin, duke përmendur edhe gjatë fjalës së tyre, që është qyteti në cilin është shpallur pavarësia dhe nisi rrugën shteti modern i Shqipërisë. Dhe pikërisht ndoshta ky është edhe fakti që kanë zgjedhur pikërisht Vlorën për të zhvilluar punimet e kësaj konference, e cila është 15-a e saj që zhvillohet në këtë rang drejtuesish pra të gjykatave të larta të Europës lindore dhe qendrore, dhe që vjen, siç e thash pak më parë, për herë të parë mbas 13 vitesh në shtetin tonë, në Vlorë, por mbi të gjitha në Shqipëri. Mirë, Elton, kalojmë tek një tjetër çështje së bashku. Shvendosni pak nga konferenca e kryetarëve dhe nga mesazhet që u përcollën dhe rëndësia e saj për të kaluar në një veprim, le të themi disi më konkret. Në Dhërmi, në Mosgaboj, ka nisur një aksion për shëmbjen e godinave paleja, apo jo, gjithashtu ka patur edhe një vendim për punonjësit e IMT-s. Më sqaro pak më tepër, lutem. Bëhet fjalë për disa objekte të cilat janë duke u prishur në Dhërmi dhe në Jalë. Gjatë ditës së djeshme është ndërhyrë në zonën e Jalës, ndërkohë që sot po ndërhyret në zonën midis Dhërmiut dhe Jalës për gjithë ato objekte të cilat janë ndërtuar pa leje. IKMT-ja ka nisur kështu pra ndihmuar edhe nga policia e shtetit për të prishur gjithë ato objekte të cilat rezultojnë pa dokumentacion i përkatës dhe që janë ndërtuar për gjatë vijës bregdetare. Është një aksion i cili do të zhvillohet dhe është duke zhvilluar gjatë ditës së sotme, ndërkohë që ka patur edhe një vendim të kryetarit të Bashkisë së Himarës, zotit Vangjel Tavo, për të pezulluar nga detyra pikërisht 4 punonjës të IMT-s së Himarës, të cilët ndoshta kanë abuzuar apo kanë lejuar ndërtimin e objekteve pa leje në zonën e Bregdetit. Nuk e dim nëse bëhet fjalë pikërisht edhe për këto objekte të cilat janë duke u prishur nga IKMT-ja, por ndoshta në vijim do të kemi edhe informacione më të detajuara, pasi ky është informacioni i parë që përcillet në këto momente nga Bashkia e Himarës. Ajo që mund të themi është që
IKMT është duke vijuar aksioni, pra deri në këto momente flasim për 9 objekte në total, të cilat janë në fokusin e aksionit të IKMT-s. E kuptoj. Eltonika, të falenderoj për këtë raportim.